Për momentin, në fakt, gjatë gjithë ditës nuk ka pas probleme, përveç atyre 2 incidenteve që ka ndodhë, janë vrejtë nga kryesus e qendrave të votimit, janë lajmëru me njerë të menagjeri edhe është lajmëru policia. Policia ka marrë hapat e duhur, është thirrë prokuroria, ka ardhur komandanti, do me thonë edhe janë dërguar në stacion policor. Krahasim me numrin që kanë drejt votuesve është 4784, deri në ora 1 kemi marrë, do me thonë, vetëm 561 votues kanë dalë. Tash pritet, do me thonë, me marrë statistikat në orën 3, se sa ka ardhur, po nuk është shumë i kënaqshëm. A priti që mbarva të procesit të shkrimit? Po, nuk ka ndonjë incident që ka shumë të madh, me rastin fjalë që diskutu ma herë, do me thonë policia ashtu e që rast.